Data 18 shtator e vitit 1998 në kujtesën e popullit ka mbetur si një ditë tragjike për gjakun e derdhur, por u ngrit një lapidar frymëzimi dhe krenarie në historinë e kombit shqiptar. Për të shënuar 17 vjetorin e rënjes së Beqirlimanit, morën pjesë familjarë të dëshmorëve dhe invalidëve të luftës, funksionarë të lartë të pushtetit qendror dhe atij lokal, si dhe mysafirë të shumtë nga Kosova dhe nga Shqipëria. Një minutë heshtje për nder të dëshmorit Beqirlimani kërkojnë nga të pranishmit Gjemi Ashari. Të pranishmëve i u drejtua kryetari i shoqatës së veteranëve të UÇK-s Fazli Veliu, i cili foli për veprimtarinë e tij në vitin 1982. Beqirlimani në vitin 1982 u betua këtu në këtë fshat tek mërgjimtarët të kryesuar nga ne për liri dhe atë. Mori detyrat mëdha na përcallën gjithë hapësirën shqiptare, jo vetëm ku na ndanin kufit artificial dhe na ndajnë, po kudo që ishim ne. Mandej, ai erdhe në mërgjim dhe mori betimin tjetër për të dalë zot disa djemve në mesin të cilëve dhe djali i tij, të cilit fajsoshin si bombahedhës. Ai doli zot programit televizjes popullore të Kosovës. Në momentet shumë të vështira, ai bëni të pamundurën. Nga një punëtor që punonte gjithë ditën edhe gjithë natën për të ndërtuar shtëpitë të tjerëve sepse donin strihimet e tyre, ai njëkohësisht furnizoi atë që duhej të bonte vetë ushtria e arshme e Kosovës, e cila ishte nisma e mbar e kombit shqiptar për të bërë realitet dinjitetin dhe njëkohësisht edhe pavarësinë e Kosovës. Në emër të brigadave të UÇK-s, mori fjalën Hazbilika, i cili potencoi se historia është një dukuri e cila nuk ka fillim, por nuk do të ketë as fund. Beqirlimani ka qenë për mua një nga pikat referuese ku ne jemi mbështet që të vazhdojmë iniciativën e tij dhe të krijojmë atë të cilën e krijuam dhe atë fitore të cilën e korëm. Dhe një nga motivuesit kryesor ka qenë puna dhe vepra e Beqirlimanit. Fjalë përshëndetje patën edhe babai dëshmorit komandant Shpendit, i cili nuk mungoi në asnjë përvjetor, dhe Avzi Sulemani, përfaqësuesi mërgatës shqiptare. Në emër të familjes së dëshmorit, foli veprimtari Fatmir Limani, i cili përshëndeti të pranishmit. Sikur të mos ishin mediat, unë nuk do ta dija se cilët nga gjithë këto shok që janë këtu, kanë nderuar dhe ishën kraj familjes time në ditët më të zeza dhe njëkohësisht në ditët më krenare të saj dhe të familjes tonë. Kështu që falënderim të posaçëm për të gjithë ju që atëherë sot na ndiqni këmba këmbës për të lënë gjurmët më pastaj tek gjeneratat që vinë, për të parë ato se si duhet të nderohen, si duhet të respektohen figurat e atdheut, të cilët i falën dritën dhe jetën të gjithë popullit tonë. Ceremonia përfundoi me vendosjen e luleve të freskëta mbi varrin e dëshmorit, në shenjë respekti për veprën madhore të vetflijimit në mbrojtje të dinjitetit të familjes dhe të kombit.